shembulli i Isës, birit Meriemës, tek Allahu është si shembulli i Ademit. Ademi a.s. është krijuar pa babë dhe pa nonë, kurse Isa është kriju me nonë dhe pa babë. Disa njerëz çuditën se si ka mundësi Isa a.s. me lind pa babë, kurse gjithë njerëzit tjerë lindin me dy prind. Allah i madhëshëm po na kujton që ai ka fuqi për gjithçka. Përderisa njeriu e parë, Ademin e ka kriju pa babë dhe pa nonë, pse mos me mujt Isën me kriju vetëm me një prind? A nuk është më parsore? Allah i madhëshëm kur dëshiron me bë përjashtime në natyrë bën, se ai ka vendos ligjet, ai ka fuqi për gjithçka. Prandaj Isa nuk është djali i Zotit. I lartësuar është Allahu nga shpifjet që janë veshën. Isa a.s. është njeri sikur na. Vetëm pse Allah i madhëshëm e ka dallu me profetësi, e ka bë pejgamber. Kjo është ajo me të cilën veçohet Isa i biri Meriemës. Është gabim i madh dhe gabim i pafalshëm me hyjnizu Isën a.s. Është e vërtetë që ai ka qenë njëri prej 5 profetëve më të mirë. Dhe Allah i ka dhënë mrekulli, i ka ngjall vdekurit me lejen e Allahut, i ka shëruar të verbërit me lejen e Allahut. Dhe ata me smundjet lëkurës i ka shëruar me lejen e Allahut. Madje ka marrë balt dhe ka formsuar në formën e ndonjë zogu dhe i ka fry dhe e bë zog i vërtet me lejen e Allahut. Isa a.s. është profet shumë i zgjedhur dhe ai do të zbret para kiametit që ta vret Dejjalin. Ai nuk ka vdek, nuk është kryqëzu, por se Allah e ka ngrit tek ai. Dhe do të vi koha që do të zbres me lejen e Allahut. Prandaj shembulli i Isës është si shembulli i Ademit. Ademit Allah e ka kriju prej dheu, i ka thënë bëhu dhe u bë. Ashtu është edhe rasti i Isës a.s. Allah ka thënë bëhu dhe ka mbet Meriemja e virgjër shtatzon pa e prek ndonjë mashkull. Prandaj ky është besimi jon dhe ky është besimi i saktë lidhur me Isën, birin e Meriemës a.s.